7 qershor ti nuk e ki numrin e madh të diasporës që do të vinë me votu njerëz me 28 dhjetor, që është një handicap për lëvizjen vetëvendosje. Në ndë handicapi i madh i lëvizjes vetëvendosje është edhe garimi përballë Vjosa Osmanit. Edhe tash vetëvendosja po përdor temat që në një situatë normale nuk do të duhet të ishin tema të fushatës zgjedhore. Kjo që e bën Agimbatiri që ti me lëshu deklaratat poshtra kundër një zone të caktuar të Kosovës, që e krahason për shembull veriun e Kosovës që është të imbushur, ka qenë me bandat Radojčićit, e krahason me Drenicën, unë nuk e di çfarë problemi Agimbatiri. Nuk e di çfarë problemi ka Agimbatiri me njerëz të Drenicës. Njerëz të Drenicës nuk mundesh me portretizuar. Ma potencial shpërthys ka njerëz të Drenicës, por rajoni më i hekum i Kosovës se sa veriu i Mitrovicës, që megjithatë përbohet nga njerëz që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Pra, cila është logjika këtu? Tendenca e Agimbatirit edhe qeverisë kurte me portretizu zonën e Drenicës si zonë kolumbiane, meksikane e drogës, ku njerëz atje nuk janë sigurt, unë mendoj që u deklarohet edhe tentimi poshtër i këtyre njerëzve, për shkak që ti nuk mundesh një zonë që në Drenicë, domethënë nuk ka njerëz që kanë qenë pjesë e luftës së SOÇK-s, ka njerëz që nuk e votojnë vetëvendosjen, që është shumë normale. Njerëz mund me vendos me votu Aleancën për ardhmërinë e Kosovës, mund me vendos me votu Vjosa Osmanin, mund me vendos me votu edhe VV-n. Nëse ti nuk arrin i bind njerëz të Drenicës, në Skënderaj e Drenas, për me të votu ty, se duhesh ti me i portretizu si njerëz të rrezikshëm. Sepse ti, edhe në rastin konkret atë natë kur e qenë njësinë speciale, ajo është një pamje që ka për qëllim mu përdor për fushat elektorale. Deklarata e Agimbatirit, unë mendoj që nuk është e rastishme. Agimbatiri, sado që duket publik, ashtu që duket, që mos përmend në epitete, unë mendoj që deklaratat në fushatën zgjedhore i bajnë me qëllim, sepse duhen me nxitë reaksion të Drenicës edhe për me fitu vota, kishte na kemi një luftë me njerëz të rrezikshëm. Deklarata pastaj e Kurtit, kur thotë sa Miloshtaku ka dalë midis rrugës, edhe ja ka prej rrugën e Skurtës, ka dashur më myt, që logjikisht, po fije logjike, që është del një njeri me një vetur para e Skurtës me 15 vetura, domethënë shtohet pyetja konkrete, logjike. A ka dashur sa Miloshtaku me myt vetën a Albin Kurtin? Nëse ti del horizontalisht me një veturë e Skurtës, i bën që ata veturën ta shkatërrojnë. Edhe ai që synon me bë këto, realisht viktima e aksidentit duhet jetë sa Miloshtaku këto. Tash, në anën tjetër, përpos fushatës me një lloj Drenicën, tash një pushtet që i ka bën tash 5-6 vjet, nuk ka çka thot për investime, nuk ka çka thot për ekonomi. Për shembull, sa të fol Albin Kurti, ne që e din, sa të fol për shembull për premtime, për projekte ekonomike, shndrohet në objektallje në Facebook. Për shembull, kemi rastin me Gjilanin, sa të fol për autostradën e Gjilanit, domethënë njerëzit e Gjilanit tallën me ta sepse nuk realizohet, sa të fol për stadiumin e Gjilanit, e sa të fol për hekurudhën e Gjilanit, ajo shndrohet në humor në rrjetet sociale për shkak që gjilanast e dinë që ato nuk realizohen. Edhe tash ka bën për shembull tash një pushtetësi Kurtit fut temat që nuk janë për fushat zgjedhore, që është tema e xhandarmerisë. Për shkak që njerëz kur nuk mundesh mi bin me projekte racionale, atëherë i bin përmes frikës, sepse na jemi përballë një rreziku, na duhet me lëshu xhandarmerinë me rujt kufinin, edhe na tash do të më taku me këfurin, a lejohet me patrullu në xhandarmeria në veria ju. Atë që kjo pamja kur Kurti e takon një zyrtar të natës së këfurit, tash kjo shndrohet në kartën elektorale që Albin Kurti është çaj i fuqishëm, çaj i padëgjueshëm i bashkisë ndërkombëtare që e kanë plan me çu xhandarmerinë me rujt kufinin me Serbinë. Gjë që komplet projekti, komplet deklarata për xhandarmerinë është mashtrim elektoral, se ai as nuk e ka qëllim në realizim, as nuk e ka seriozisht në realizim. Xhandarmerinë as po dihet se përvan që njësia speciale ka dështuar me arrestu sa Miloshtakun, edhe ai dën sepse dikush aty ka
i ka qitë informacione. Që ka banalisht mundet më kriju një institucion. Po edhe do me kriju një institucion që me pas vetë nën kontrol, që nesër mas nesër... Që argumentan që njësia speciale s'ka mujtë me arrestu Samir Shtokun? Po, për që ka shku në Skënderaj? Ka shku me arrestu. A ki të vendin prokurorit që të do të me arrestu? E njësia speciale s'ka mujtë? Po, a i s'ka superaqit, ata tash vendin prokurorit, s'ka mujtë as me orë njerë, teknikisht mas pari do të mu intervistu. Njëri u paraqit, u intervistu. Po, intervistu, kur ka marrë garanca që s'ka mu arrestu dhe kur njerëzit e kanë rrëfu... Kjo është spekulim, kjo në konspiracion. Se nëse kështu mi posë... Paraqit ditën kur ka ndodhë. Nuk e ka thënë që s'ka pas ftesë. Nëse e kishëm pas në një vendim prokurorit. S'ka guxu me aqë ftesën bre, po asë në s'ka guxu. Tash po ina në konspiracion. S'ka guxu në konspiracion. Ta njësia speciale s'kan jenë shkujnë shëtitim këtuj se s'kan... A ki vendim prokurorit... Tash me kriju gjandart që me bo qatë puna, po? Normal. Kuj merë tash gjandarë që e krynë që punë? I rekruton njerës... Po, a thamë na që e kena policinë më të mirë në rajon tash, qa po dëna? Po dëna me policinë e Kosovës me shëndru në polici komunale, qka? Qka thomi, e qka janë situata, janë tjera... E qa me bo me këtë institucion në policisë? Ata kanë shku vesh demonstrime tjera se nësë më këthuj me turë. Nësë me këthuj që shtunë me arrestujerën edhe të dhëtën me arrestu. Jo, marrë është kryetari komunës me orrej me zëmendë. A i po mohon që përfshi? Pa i po mohon policia në fakt halas në nga thonë asni... Problemi është se na i kemi po deputet, i kemi po që kanë dhonë dëshmi. I kemi po publikisht. Tash të po qosh për një rastit me kryu gjandarmeri. Sa ditë Borgo konë gjelal së fejshta që i kam shu polisit tull në kry. Vesh ka zëna që tonë. Pse se kanë shumër në Borgo? Nështë ako dosht gjandarmerin me kriju. Jo, pa e ka post policinë e vetë, se s'ka post të vojit gjandarmerin. Ka ka do më herët, pra i shdash për shtetë që ka lumë që me thoni sa Mustafa, që ja kanë gjujt makinët tash me kriju një post ligjikës tonë. Se s'po të që Albini do të kështu për ju. Se ka post atë mundësime, po. Gjandarmeria është krejt pot për interesat të shtotë qërshorit. Edhe me shtotë qërshorit përfundon të jetë i gjandarmerisë. Lojale ndaj Hashim Thaqët, edhe ka mujtë me bo. A o arrestu Albin Kurti, o arrestu sa herë që ka bo vepra penale, e kanë arrestu. E kanë thy shpinë, e kanë more, e kanë arrestu. Ta nuk pëgjën kovendin me zullë. A i kanë arrestu ata që i kanë arrestu. Ushin kovendin ka zblot sjellës. Mirë. Se dhe klasimit që e kanë arrestu Albin Kurti, tash nuk për arrestojnë opozitorët, nuk du të me arrestu veprat e këshia, nuk du të me arrestu. Nuk për arrestu. Jo, nuk arrestoj. Kemi vetëm një distancim që ka bo Gjavit Haliti, bravo i qoftë, do më honë, se ka thonë, është e papër në ushë në dhuna, tjetër kush as ka guzu mu distancu pe këti. Tjetër kush qysh po menan? Që kjo që e bërnegji, kjo është një zjatim i propagandës së vetë vendosë do të. Se të zhjere me umorë vesh me Samin edhe me Drenicën. Kreto ka sile që aty, sepse nuk po dojnë me u balavacu me qëto probleme që i përmeni Dibrani. Nuk dojmë me u balavacu me... Nuk ishke në gjendje me ju përgjigj gazetarit 3 projekte për 6 vjetë. Mosëm dërprejta, se nuk dërprejta. Mosëm dërprejta me mua. Ti kje që po fletë, është gjatimi i propagandës se ti për jap shkas. Me fol, do me hanë veç, e kam bo gogolin matë t'i veni sa Milu Shtokun, edhe si të qohen me në gjesë, se përshohen që janë do vota që do. Se përshohen që aje që e thanë shpillim, nga të smaj që ta edhe zgjoje një sentiment të fundrinat anti-UQK, edhe merë vota prej tyre. Që kjo është logjika pse vëllai dush më morë 24 orë kryeministri më morë me një kryetar komune. Pse do të më morë? Pse do të më sepse është lideri faktik i opozitës. Pse do të më morë? Ja nuk është lideri. Domethënë e ka ministrin e ka. Ja nuk është lideri i opozitës. Jo, se kjo nuk e ka me si më thonë edhe për panelin. Opozitës që është lider faktik i opozitës, minimalisht, do më thonë një korrekt me neve që më gatë ngojmë, le më me ata që po të dëgjojnë atje. Mos fol që të jo sa Osmani nuk e pyet sa më shtokun kur për asnjë veprim soi politik. Mir Abdigjiku nuk e pyet kur për asnjë veprim ti politik. Ramush Radina nuk e pyet kur për asnjë veprim ti politik.
me gjithë respektin për ty nesh, po spekulim është. Sami Lushtoko nuk është kur pa lideri i opozitës, nuk është as lideri i PDK. Fakt, ti problemi një gogol që më thonë me përdorë fushon. Me këndosh Sami Lushtoko, a si shkon 20 vjet deputet çto, më lënë që s'kish mund të bëhet deputet, as si ka interes. Edhe qeveritë e mapas. Ai ka vetë deputet tema, do thotë kjo qeveri ato kjo ndërrohet mund të jetë spekulim, se deputet nuk i ka. Te ki problemin me një njeri që ka Albin Kurti që i ka 57 deputet, edhe ka komplet pushtetin Kosovë, me ushtri, me policinë, me AKI, me gjykata, me krejt e ka pushtetin absolut e ka Albin Kurti Kosovë. Edhe çka del Albin Kurti del në intervistë edhe pyet gazetari i tet i nderuar. A mund të nëmërosh 3 investime nga diaspora dhe çka thot Kurti e përmend një investim kompaninë Orllati, e cila veç e ka fitu tenderin edhe ato një baski se ka ngull alo, ato është alo Livat, dhe më to kryeministri i vendit, dhe më to del edhe gënjen publikun, edhe nuk e din as çka ka ndodhur me ato. Që ka pas më ndërtu 100 megawatt, fakt kërkush aty ka nik që më thonë s'ka është dhera Livat edhe nuk ka asnjë investim konkret. Një kryeministër, i cili nuk e ka asnjë autostradë ndërtuar, me 57 deputet tunelin me Tetov, domethënë që ka më shumë probleme. Kish pasur kana me shku në Tetov që të nërë, që plus kena me hi me pi kafe për Prizrenit. Edhe plus mirin 2021. Delet thot, e kom gjetë Kosovë. Qytetar dush me gjetë Samin bre. E kom gjetë Kosovën gjysmë metre të mosht me ujë në podrom, domethënë rrugova në 2000 kur i ka fituar zgjedhjet që ka gjetë Kosovën djegun për luftës, nuk u anku që ka të shumë. Domethënë e kanë marrë detyrën, janë mundu me punu, kanë ndërtuar institucionet. Hashim Thoçi në 2007 e ka gjetë Kosovën me pavarësi të pashpallë. I kanë ngrahur punën se janë kanë në mbikëqyrje ndërkombëtare, domethënë kanë pas mi kry ICO-n e un mikun, megjithatë kanë ecë përpara, kanë ndërtuar autostrada. Ky zotnia e ka gjetë Kosovën ka 2 vend që me shku me ecë përpara. Që ka nevojë për shkon e krijon problemin me një kryetar komunë. Nuk duket që ka nevojë që më thon zoti Kurti me fol për projekte, për shkak se nuk më duket as që po votohet për projekte. Jo, fatkeqësisht elektorati do të shkojë interesant apo ja mund dikush, apo ja mund në muhabete, në polemikë, apo ja mund Drënicës, apo mund me Baltos Sami Lushtokun edhe komandantat e luftës, e çfarë të marrë vota. Po kjo është strategjia.